Suksesi i radhës për Kosovën na vjen nga sporti i kickboksit, pjesëmarrja në Kupën e Botës në Hungari dhe dalim nga atje me plot 3 medalje dhe sonte do të flasim për këtë temë, do ta kemi afër me kryetarin e Federatës së Kickboksit Fatmir Makollin. Faleminderit për prezencën, kryetar. Edhe ashtu garuesin e ri 16 vjeçar Gent Hysenin që është me neve kickboksjar. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kryetar, edicioni 30, një garë me goxha tradit në Budapest, Hungarisë. Tregom për çfarë lloj niveli bëhet fjalë këtu ku morën pjesë dhe dolën me sukses. Unë në emër spori kisha shfrytzuar rastin që në emër të Federatës Kickboksit dhe në emrin tim personal të falenderoj për këtë ftesë, për këtë realizimin e kësaj interviste. Dihet që ne kemi marrë pjesë në Kupën Botërore e cila është zhvilluar në Budapest të Hungarisë, ku kanë qenë prezent 53 shtete. 53 shtete? Po, pjesëmarrëse kanë qenë. Më ka rënë syje kom pa dhe Australinë që ka qenë pjesëmarrëse. Besoj që kjo ka qenë një garë shumë e madhe dhe shumë e fortë. Dihet që në Kupë Botërore është konkurrenca shumë e madhe. Na përfaqësuesja e kickboksit të Kosovës ka marrë pjesë me 6 garus, ku kemi qenë prezent aty dhe po dihet që edhe kemi arritur sukseset 3 medale të arrit shtifitesh në Kupë Botërore, kjo është ka një domethënie shumë të madhe. Kjo besoj edhe për Federatën Botërore, kjo i ka thyer gjitha rekordet kjo garë. Në këtë herë, po i ka ty gjitha rekordet për nga pjesëmarrja, për nga pjesëmarrja edhe nga shtetet, edhe nga organizimi. Po, edhe nga organizimi kanë qenë mas e 3000 e diçka njerëz kanë qenë, më me thonë lirisht mini olimpiad ka qenë. Se dihet që kjo federata Vako ku jemi në atë antarësum, kjo i përfaqëson shumë disiplina. Kanë qenë 3000 e fiu garuç, kjo do me thonë që ka qenë një konkurrencë shumë e madhe. 3000 e diçka garuç. Po, kjo është kanë qenë 19 arena, 5 ringa. Kjo do me thonë që organizimi u konë shumë i madhë, edhe që rekom përcjellën mas shumë të kjo garë ka pas në kauta. Gjitha garë... Qash lufta të aftë? Qash që ka qenë konkurrenca e madhe dhe fort. Besoj që garus tonë na kanë përfaqësuar densisht në këtë garë dhe kemi arritur suksese 3 medale të vitesh. Medalën e argjente ka fituar Gent Hyseni, medalën e bronzë ka fituar Denis Halimi dhe medalën e bronzë të Ermal Ferrati. Dihet ta këtë disiplinën e kickboksit që dihet që kickboksi është një sport i rëndë, një sport që don pak edhe sakrificë, don me konë në stërvit, jo me shkue pa përgatitur në për Kupa Botërore dhe Botërore, se dihet që aty mund me ndodhë dhe garusja edhe me pasoja, mos me qeni i përgatitur. Besoj që garus tonë e kanë dhonë, kanë erë, besoj që e ndalë edhe për vetë vetës, veç për me arritë suksese dhe me ngritë shtetin e Kosovës aty ku i ka hije. Po ndollim e të Genti, 16 vjeçar, ke zgjedhur sportin e kickboksit. Sa ka qenë realisht e vështirë konkurenca ku ke garu te edhe sa është i rëndësishëm suksesi që ka arritë, medalja argjent nuk është pak. Po, për mu dhe me thonë ka qenë shumë e vështirë, për arsye se kom garu dhe me thonë në një ndër peçat më të vështira që ka kickboksim në 71 kg, ku pashtë të morin edhe pjesë më së shumë të garus në atë peshë. Për mu ka qenë medalja argjent shumë e rëndësishme, për arsye se me marrë një medalje të argjent në kësi kampionati kas madh, ka qenë shumë e rëndësishme për mu, po mas gjithave që ndërën edhe eksperienca dhe përvoja që e kom marrë në një për e herave të kaluara. Çka të ka bu për vetit e kickboksit? Një djalë i ri 16 vjeçar e zgjedh një sport që është jo as pak i lehtë për me ushtru, me trajnu edhe me marrë me këtë sport. Po, mas pore kickboksin e kom fillu si hobby, vesa më morë për me ndonjë ushtrim fizik, po me kalimin e kohës dhe me thonë, ka fillu me mi qef, ku ja kom nisë se pone me morë pjesë në përgara kombëtare. Pas që i kom bërë disa gara, kom morë edhe ftesën dhe me thonë me përfasu Kosovë gara dhe ndërkombëtare. Edhe prej fillimeve të mia, kickboksi dhe me thonë ka qenë si pjesë e pandashme e jemja. Me përfaqësu venin, me një moshë 16 vjeçare, është si në futboll për shembull Lamine Yamal me 17 vjet me kombëtarën e Spanjës, prapë. Do të thotë është privilegj me qenë i përzgjedhur apo jo në këtë fazë, këtë moshë me përfaqësu shtetin në nivel garave. Po, për mua do të thonë është shumë e rëndësishme. Pse Gentin, kryetar, ka keni vërejt talentin e tij? Po më të thonë drejtën, Gentin edhe ata tjerë gjithë Edhe normalisht edhe dy garus tjerë. Këta
Më thonë drejtën, na organizojmë mas pari kampionatin shtetënor. Për me qenë korrekt. Për me qenë korrekt, edhe me garuz, edhe mos më ngel kërkoj na hatri. Pra nuk shkon këtu me favorizime, nëse dikush ka qenë më herët e mirë, po se fiton titullin, vjen kampion. Jo, këtë zakonisht ne i marrëm garuz që janë kampiona, kategoritë vet. Po mund më ndodh, ndoshta mujna me marrë edhe ai që ka vend në dytë, po mos me kon i gatshëm ai që ka vend në parë, ja me qenë i smut, ja me kon diçka në rast me pas, po zakonisht na munojmë me marr kampionat edhe për çata, edhe po na del mirë neve. Ne kemi selektorat që punojnë me ta, që i ftojnë, ata i përcjellin gorat, edhe e shohin aty dëshihet kush është më i mirë, edhe për çata edhe formohet tani lista dhe çështë marrin pjesë. Na pa deshte na jemi harru, na kemi marrë pjesë edhe në kupën botërore para një muaj dite. Në Turqi. Në Antali, ku edhe atje kena pas suksese, ta rrit të fitosh 6 medale në kupë botërore, edhe ja kanë shumë e fortë. 6 medale. 6 medale këna arrit me marrë. Pra mrena kësaj periudhe 6 + 3 9 9 medale. Unë besoj edhe ne synojmë edhe garuz besoj që këta kanë synimin kryesor që të arrijnë të bëhen kampiona evropian botror, se tash dihet se neve na presin edhe gara shumë të forta në këtë vit. Ne kemi kampionatin shtator të juniorëve, e kemi kampionatin botror në Abu Dhabi, Dubajt, i cili është për senior, cili mbahet, edhe atje besoj na do të shojmë garuz më të mirë. Unë shpesh them, a disa në diasporë sa kickbokseri është i mirë. Diaspor. Po, unë jam i hapur, federata është e hapur që i kanë mundësit me armë i mbrojt gjyrat e shtetit. A keni kontakte me ta? Dikush ta emërohet galeri, janë selektorat, janë përgjesa për lista, na dihet që na kem kritere edhe për me inë përfaqësuesët të Kosovës. Normal, absolutisht. Mas pari të më kanë prezent kampionat Kosovës. Mirë po na kemi emna, po na pa i poktin kampionat Kosovës, qa po të regojnë që a janë tamën që do të me konë, edhe na jem të hapër për miftuë dhe e kanë dirën e hapër për marrë me përfasu shtetin. A ka shumë talent që në jashtë? Ka më qyshën, i takojna shpesh, i takojna me shtetet tjera, shqiptarët që marrin pjesë për shtetet tjera. Po, unë e kisha aftu këta që s'ka në obligime ndaj shteteve tjera, që s'ka në po nashta dikush edhe dënë me ndru mëra? Po nashta dënë me ndru, i përqe Kosova, unë apeloj që kush dënë mund të më lajmëron Federatë Kickboksit dhe e përfshina në përfaqësuese dhe të tregojnë nivelin e vetë dhe dhe të korrë sukses dhe të ngritë shtetin ku duhet. A duhet me qenë gënd kjo një prej arsyeve që edhe të rinjt me vazhdu me u marrë me kickboksin? Mundësia që t'ipet nëse tregon veten kampionat, pastaj të hapën dyert në kampionat evropiane, botërore, po flasim për juniorë, seniorë. Po mendoj që është shumë e rëndësishme për këtë garuz, domethënë që kanë qenë me postë në me kickbox. Mas pari me paraqit, domethënë për kampionat Kosovës, për arsye se është një mundësi shumë e mirë që federatat e japin për me marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare, siç janë kupat botërore, kampionati botëror dhe evropian. Qysh është një përgatitje e kickboksit kur bosh gati për garat evropiane? Sa kohë merr, sa duhet intensitet dhe çfarë lloj ushtrime nevojitën? Na për afërsisht e kena kalendarin, domethënë të garave që kanë mund bajt. Dikën 2 muaj ditë, 1 muaj përpara garave, fillojna domethënë përgatitjet intensive. Unë domethënë për veti me klubin tim fillojna me ushtru 2 herë deri në 3 herë ushtrime në ditë. A në ditë? Po, për çdo ditë për të hënën deri të shtunën. Zakonisht i bojna ushtrimet e mëngjesit, vrap, kondicion, pastaj ushtrimet fizike, teknika edhe në fund sparingun. Sparingu është duel imagjinar, jo si ai real. Jo si ai real, në ring, po për me përmirësu veten zakonisht. Po, është çështje teknikave. Po. Sa është e vështirë me përballu? Tha hanë shtunën nëse zgabova, po. Kënë 6 për 7 ditë të javës. Po. Domethënë dillën e bujna pushim zakonisht. Për mua është e vështirë, domethënë fillim me ushtru kaq intensivisht për arsye se 6 ditë me ushtru nuk është pak, por mendoj që me kalimin e kohës fillon edhe trupi më përshtat rutinës, edhe mendoj që bëhet nisë normal. A ndryshon edhe te çështja e ushqimit? Po ndryshon shumë për arsye se do të më marr kujdes për kalori. Sidomos peshën do të më marr për arsye se u shkojnë angora jashtë. Zguxon me lëviz. As gramin nuk e folin. Jo janë matjet, janë peshimet. Janë peshimet që i bojna. Qofse fiton çdo ditë ka matjen.
Çdo ditë. Po, zomë sot Edhe nuk guxon me gram e lëviz për asaj. Ja, asaj. ka zhvilluar meqin, nesër me mëngjes do të më mot prap. Jo më të me vazhdu me hongër e me pitane sa të mënesh. Po tash që kjo pjesa na intereson edhe neve edhe dëgjuesve. Qysh moha tash që kjo pesha mvi mos me lëviz më në asaj periudhe. Këta vujnë pak, garus dihet, këta kanë probleme që do të me jek pesh, po vujnë ta normal që ti me pa ushqimin, mos me hongër, me pa ujë, mos me pi është problem. Kanë është problem 100 gram i jek. Është shumë problem, se s'ki jeti mo, qka me jek mo, ti do të me dalë me vrapu njërësi të shprokret, po ti s'ki mo edhe për që ata është edhe vështirë se i hub këtë lëngjet. Këtë lëngjet edhe besoj këta ka njerë po kanë probleme, po vujnë ta, po kër e kalën që ato tani është smalja. Këta po dojnë me moj qatë pesh, qatë kategori, se që ato e shojnë vetën këta matë mirë. E besoj që edhe këjnë pa desht mjë met pak mos kjo jesë borqet aty në garuzve tjerë. Këta dijet që këtu në Hungari kanë pas meqe shumë të forta. Gjenti veç po dijet, Gjenti ka pas në finale ka pas një Serb. Edhe dijet që neve gjithmonë na dëmtojnë pak referat. Ata referat se kanë dikim, Serbia ka shumë dikim në referim. Se i ka në komisione ato dijet që... Edhe është matin këtë sport, Po është matin këtë sport edhe ata intervenoj, kanë misht ma përpara se na aty. Edhe besoj, unë që tash këtë herë, kur pat mu me bo meqen Gjenti, unë shkoj, thash ati supervajzerit, thash zotni e që këtë Serbis për këtuit, thash se këtë është Serbis kë referi, e që? Garusi i ti, atje në alë këtë në komision? Ai erë në qësh, ai Serbia aty për me bo meqen, thash të lutë meqen këto, thash se këtë Serbis. A di qka po më befason i sen, që ka dalë në ring mas parë, se këta zakonisht nuk dalë në ring me neve. Po nashta, kush, jo, na kur s'kena pas probleme. Kur veç? Kur, gjithmonë janë dalë, gjithmonë janë dalë. Pas një herë në Shkup, u kohë në kampionati evropian, aty më ka thonë vetë ai kryetari federatës u konë kriminali më i madh u konë ai. Ai edhe në Hagë u konë, dhe var Pelevici u konë. Ai më ka thonë mu vetë, ai Vučić më ka thirrë 3 orë, më ka thonë në guxon me i garusi me Kosovës morrej. Pik. Po, pik. Qose hen, se platforme këshim pas. Qose hen, me fitu i Kosovës, jo me dalë jashtë krejt. Kur internohet himni që bon atë ceremonin. Ka unë këtë do të me dalë jashtë, vetëm ka thonë ai. Edhe na kanë bërë dëllaver, nuk e kanë lënë garusin tonë morrej me Serb. Ai në vënua që shtë na qëtën të farë pengesash dhe nuk mëjtë të morrej. Prej asoj periuda, a keni kontakte me Federatën Serbat? A ju bën të lashën proces kështu? Jo, tash ka vdek ai kryetari Federatës Botërore. Po këtë tash aktual? Jo, kjo është një irlandez, jo, s'të kam probleme në heq. Kur farë probleme nuk kam për Federatë, nuk mëj kur farë me thonë që... Ki pengesa? Ja. Këtë qka i kanë tjera shtete i keme dhe na. Na jenë bile, po të kalëzë, na jena me plët drejt me vot. Se ka të federata që s'kanë drejt 2 vete, 3. Na jena kështë plët, full antar. Besoj që na nuk i kena këtë probleme. Dhe këta është qërët për para me garus tonë, kishën qef shtetet dhe mjëra garus tonë. Se kanë nënvlerësu? Se kanë nënvlerësu dhe kanë ditë pak nivelin që na nuk këna pas, se këna pas në ngritën shumë kickboxin, na këna morë pjesë në arenën ndërkombëtar. Po krejtë konë që është të mësu? Po të mësu e të bo provoj ta. Ta është Gjenti, kjo konë nga orën e kalume, o konë edhe si vjetë, kjo veç e ka po që zhvillohet kupa botërore dhe kampionati. Ta është, kur ju binë garus tënë, ko që hezitojnë dhe ko që e din që e ka vështirë me fitu meqen me neve. Nuk është letë që kanë... Qa është e patë kjo meqen e vështirë, po të kalëzë me konë referime real që shu du me konë, kjo du me fitu meqen. Qa është e Denes Halimi... A keni pas diskutim me gjyqtar masane ose me... Ja, nuk patë, s'ki atë, se s'këmën është me thonë atë, se janë 3 poshtë ata që e vlerësojnë. Të veç me konë komedina që di e ma dhe mën është mjau thy rezultatin. Jo, veç me marë argumentet se pse u marë një vendimi caktum në kundërshtim. Na i kena edhe në gjizume meqet. Po. I kena në gjizume, është një rast për zomë, ai Ermali është me një Bulgar e ka kundërshtarin. Po. Bulgari nalët në ring. Është pasiv. Shkaku i goditje. Është pasiv. Kur je pasiv në nëmran. Je knockdown. Dush me qenë aktiv. Po ti je knockdown, ti s'mund është pasiv edhe me njerë janë ismë të nëmru. Ai beso kështu ka nejtë, u pështet
në Kanopa edhe nuk i ka numëru heq. Ai me qatë numëre, me ke meqen. Po nëse llogaritet në Plustina, këti Gentit ja dha 3 vrejtje. 3 vrejtje ja dha se e dite që jep ma vonë minus pojinin. Edhe ja dha minus pojinin, tani donë shumë pikë për me rekuperu që ato pikë. Edhe ata i kanë qëllimet e veta, se ata e kanë pëzom, i kanë aleatat e vetë. Na po mënohemi që është ka dalë, na kem dikon aleat. Po shumë ashtu s'kem atë. E vërtet. Gent, një garë e këtij niveli, çka të mëson realisht me pjesëmarrje? Çka merr mësim si garues i ri edhe me këtë sukses me medaljen e argjend? Për mua domethënë mësimi më i madh që kam marrë në këtë kupë ka qenë vetbesime. Kam fituar një vetbesim kozat madh edhe mos më dorëzu domethënë deri në fund asnjëherë. Arsye se nuk i dihet, në fillim më pak më keq, po në fund të meqit domethënë më është mëndru këtë rrjedhën e lojës. Se fillon me njoft kundërshtarin, krijon vetbesim gjatë meçit. Ti detyrimisht je edhe në shkollë besoj. Po. Në çfarë shkollë? Jam në klasën 10 sa e kam përfunduar, shkoj në shkollën Don Bosco. Jam në shkollën e mesme. Tregon tash për një djalosh të ri sa është e vështirë edhe shkolla dhe sporti me majt nivel 2-jat? Për mua është sfiduese? Ka qenë gjatë sfiduese, mi majt domethënë edhe shkollën edhe sportin, po mendoj që pas disa kohë më ka bëu se normal për arsye se s'kam pas obligime tjera përveç se me shku në shkollë, mi bë detyrat edhe me ushtru. Cila është gjendja aktualisht kryetare e kickboxit në Kosovë? A kemi interesim edhe për gjenerata të reja? A jemi në rregull me këta aktual? Na i kem një domat klube. Besoj që këto sukseset e fundit, kjo ka qenë edhe një stimulim shumë i madh edhe për të rinjtë e Kosovës, për njerëzit që dojnë me ushtru kickbox, se dihet që edhe media e bën të vetën, edhe rezultatet e bojnë të vetën, dihet që në Kosovë stërvitin shumë kickbox. Gjithashtu stërvitin edhe femnat në kickbox shumë, se është sport i shëndetshëm është kickboxi. Heq mos më dyt kur gjopë, dvim për veti, për shëndetin të dyt. Dhe këta jo më këta, ta është i këty ka interesim shumë të madh, edhe besa pesha pe që na kthy pe Budapestit, pesha interesimin më të madh edhe të klubeve, edhe trajnerave, edhe të sportistave, veç tash thrasin në federat kur ka gara, kur ka gara se tash pak edhe ata e shohin që tamam edhe shteti po mirët me ta. Po mirët edhe federata edhe mujnë me përfasu shtetin në arenën ndërkombëtare edhe nuk ka problem. A përfitojnë nga ministria për sukseset garus? Po. Këta janë figurën në listë. I kanë kriteret ministria, i ka rregulloren, është kampioni botëror, kampionati, kampioni evropian, kampioni në kupën botërore, këto vlerësohen dhe stimulohen edhe garus dhe trajnerat. Po na jemi deshta pak me falenderu edhe ambasadorin i cili është në Hungari aty në Budapest, Delfin Plana, i cili erdhe aty dhe kej pranishëm edhe kur i zhvillun këta garat, bile kish momente që edhe ai thërke Kosova, se dihet që aty ka emocione, se përsheti sportistin tënë, të imbrojnë gjyra tua, besoj edhe une falenderoj edhe nemët federatës që kej pranishëm dhe që sa do pak sportistat e panë që dikush interesohet edhe për shtetit për ta. Edhe interesant që lutë njëtën kohë me gjudën. Me gjudën. A i një taku? Jo, shfrytëzoj rastin edhe gjudistave, distrisë dhe Laurës ja uroj sukseset, besoj s'kam qa me fola, sukses shumë i madha i kampionat botëror, dhe besoj që ne tash kickboxi ka dal pe merr veten. Se dihet që kickboxi nuk ka qenë këtu shumë i zhvilluar. Po tarvesh ka filluar, ka marrë një havë të madhe, besoj që talmë na kena me pas shumë emra kampionat e Evropës e të botës dhe besoj veç që na do të këta pak mi stimulu dhe mi rregullu edhe kushtet pak edhe për. Qysh është federata financiarisht, qysh qëndron? A në rregull, qysh jena me infrastrukturë? Besoj unë të na jem pa si vjet më thon drejtën. Edhe vitin e kaluam na i kena pas kushtet më të mira edhe për ministrisë i kena pas fundin më të madh
se në tjerat ministri nuk e kena pas këtë fondin. Kjo ministri pa marrë parasysh, unë jam apolitik, unë nuk mirna me politik. Jo, ti shikon interesin e federatës tonë. Unë shikoj interesin e federatës, edhe për mua që ky ministri ka qenë tamam çush do të ka realizu. Jo që na ka ndonë shumë një mjete, po ma merr për çdo federat ka qenë i mirë dhe i arsyeshëm. Edhe ju ka mundësu me fonde me... Na ka mundësu edhe për ata dhe s'po mungojnë mungesë. Këto rezultatet, se dihet që ti me 25.000 euro me pas, ti mundesh me zhvilluesh me një gal me 50. Edhe për qatë vetë s'ki më gal. Kur nuk dihen shpenzime, se sa realisht mundet me kushtu, po flasim, hajde hipotetikisht një udhtim se që ky i fundit në Kupën e Botës? Pa, më të thonë drejtën, saksisht një 15.000 euro. Po dhe? Me qitë numër. Po. Me qitë numër, po që me konë numër i madhë. Se janë trajnerat, garus, udhtimi... Me konë 50 vetë me konë. Se qërë organizimi, kër e marrin ata, nuk lejojnë ty me shku në hotele tjera. E caktojnë ata? Ata i caktojnë 3 hotele, 4 zyrtarë që janë për qatë garë. Që duhet me qenë niveli i garës. Po, mundesh me dalë, mundesh me pas në Budapest, po ti së mundesh me nejshme. Sakt. Se do të me shku në hotel aty. Se ka regulla. Po ka regull. Dhe besoj që, në para 2 vite i kena pas 17 medale në kampionatin ballkanik i kena marrë, në Marzi. Atë çfarë rezultati kona ai? Që i kena të merue edhe Serbin, edhe Malin e Zi, 17 medale. Aja ka qenë konkurrencë, e mirë ka e fortë të konë, por me marrë të 17 medale në kampionat ballkanik, kjo është, po të kalëzoj, edhe nuk o mirë shumë kërkosh me neve. Këto rezultatet maja, këto nuk përsëritën, këti e ka marrë medalën argjend, në vitën arshëm nuk dijet, është në formë qështë. Nuk vjen kjo, nuk vjen çdo ditë fati. Sa shtete i përmendë? 53 shtete. Besoj që në të ardhmen na mja kushtu pak më shumë kickboxit, na kena me pas emrat njoftën në botë. Gent, planet cilat janë tash pas ti suksesi normalisht, ka me të vitë një kohë me pushu, me ushtiru pak prej angazhimeve që i ke pas, po deri në përfundim të vitit cilat metën planet e tua për si vjet? Po, gara arshme, edhe për mu që kam... Edhe pse nuk besoj që t'jen shumë pauzë, veç nejse. Edhe që mendoj që për mu kam veqe gara më e rëndësishme, është kampionati evropian që kam më mbojt në shtator. Besoj që për me marrë pjesë në kampionat evropian do të më konë shumë ma shumë i përgatit, për arsye se konkurenca ka me qenë shumë ma e modhe. Besoj edhe një garë tjetër, ka me qenë edhe kampionati ballkanik që ka më mbojt prapë, ku edhe atë shpresojmë që kena me pas rezultate. Për një djalosh të ri që kërkon për shembull me u inkuadru në sport, ndoshta kemi edhe për aty që na dëgjojnë këto momente, cilat janë këshillat e tua për me tërheq kickboxit? Po, mendoj që mundësit për kickbox nuk kanë qenë kur më mirë se sa që janë tash, për arsye se ti merr pjesë me një kampionat Kosovës, shpallësh fitues edhe merr një herë, domethënë përfaqësuesen e Kosovës me marr gora jashtë, edhe pse çdo herë domethënë nuk mundesh me fitu, por mendoj që është një eksperiencë dhe përvojë shumë e mirë me marr pjesë në gora jashtë, për arsye se sheh sportista të rinj, sheh shtete tjera, sheh kampiona botës që sfidojnë njëri me tjetrin. Edhe mëson për ty edhe prej teknikave. Po, absolutisht. Kryetar, ajo që i mungon kickboxit është tjetë sport olimpik. Po. A ka lëvizje në këtë drejtim? A ka gjasa që kickboxi me u bo sport olimpik? Na jem kjo pyetje shumë e mirë, dihet që kickboxin Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e njeh si sport. Po. Këta kanë aplikuar për më bo sport olimpik. Këta pa rresht punojnë rregullore, punojnë statute, punojnë ato i kanë këta organet e vete, federata botërore, besoj që këta nuk e lojnë keq, që thashtë e poshtë dikon aja që është sport dhe pis, që është përpoq, që është matë në Monaco, ishin prezent ta federata botërore, këta shkojnë për me lëbue, për me konë, për më bo sport olimpik. Më bo sport olimpik, kickboxit dihet që ndryshojnë këtë rrethonat edhe për sportin, edhe për federatat nacionale, po edhe për federatën botërore, ato se dihet që ata Komiteti Olimpik edhe stimulant tani masanena për me konë sport olimpik. A ka qenë ma herët ndëherë në histori kickboxit pjesë e olimpiadave? Ko s'ka qenë ma ofër se qëta shte, për para s'ka qenë heq. Se ka njoftë asë kështu? Jo, kanë qenë 100 federata të kickboxit. Po tash 100? Po 100 kanë qenë. Po tash Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e njeh që të federatën ku jemi na licencuar VAKO.
Domethënë, kjo është unike edhe vetëm që një zyrtar. E kanë dhënë përfasimin federata tjera për me kon kjo me përfasu kickboxing. Në nëmbrellën e saj edhe tash me hi ato federatat këtë bin. Pse për çata edhe unë kam ushtru karate. Pezon federata karates nuk mundet më bo sport olimpik se janë ata në kryet federata që janë ata japonez, ata nuk lëshojnë, ata janë tradicional, ai nuk lëshon me konon e kryetar, me marrë dhe një më po kryetar, ata nuk lejojnë, se ata dihet e kanë sport tradicional, por që ata ka marrë pjesë edhe në Tokyo. Tokyo se kanë zgjedhë si sport tradicional të vetin, po tash karatja nuk është sport olimpik. Jo, s'është. Edhe tash më afër është kickboxi se karatja një 2 hapa është më afër. Çfarë mundet më kon faktore për me vendosë me shtisë sport olimpik? Çfarë dihet që kickboxi plotson shumë kritere për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Kickboxi vezon ka shikueshmëri shumë të madhe. Që shumë sporti mungon kjo. Kickboxin ti vetë ke po në televizion. Ku është ajo ku zhvillohen ato këne që në konë Japoni, që në konë atë këne maps, ato që në konë. Ta është kjo glori kjo është ku jenë garat më të forta. Këta dihet që aty është konkurenca shumë e madhe. Dhe për që ata dhe kickboxi është ma sport atraktiv, është sport atraktiv, është ka shikueshmëri, ka tash peshojnë ata. Peshojnë 3.000 vetë, masivitet ka. Mos me pas masivitet, kjo do më thonë që është sport interesant. Kjo është sport interesant edhe për botën, kickboxi. Dhe besoj këtë armën ka me hinë në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Une ishte knatësi, po shkon koha shpejt, po shkon biseda shpejt, ishte knatësi që ju pata të dëve në bashkëbisedim, ishte knatësi me diskutu për detajet që keni kalu në Budapest për përgjithësi për kickboxing. Gjendit e uroj sukses, djalë shiri që të armën e ka para vetës, nëse kickboxi bëhet sport olimpik edhe ma mirë për këtë se është tamam kohë. Unë të najmë deshtave që edhe një me cek, sa i përket Federatës Kickboxit Kosovës, na më thonë drejten, nuk jena fort marketing. Na, po më do këtë e vetë me a Federatë që s'kjena sponsor. Ja, i kam fajë të në sekretari federatë, ja diçka po do ka me bo. Këtë është në pyetje, që da naj sponsor më bo i kickboxit, pëse mos marë më në bashkavu edhe më në ndimuhe. Se mas pari ndiman, aj mas pari sponsori ndiman thmine vetë. Taj pastaj i ndiman këta garust, kickboxerat. Nështë edhe mundët më shfrytëzu puna e ligjit sponsorizimit, që e pak ma atletë. Se nështë pëzgjati pak, unë e veç një rast për të regaj. Kom qenë në Zvicër me kickboxera. Edhe një sponsor tha, po du me ju morë se kem një farë strehimori e shkon, për kur ka vërshime kështë e Zvicrës, po shkon të mira, po mu më pëlqeke. Edhe tha, Fatmir qa po thutje? Tha shoti, ja kom arru emnin, thash, shukre ka posë, thash, shukre. A ki thmi? Tha po. A me në më mirë që ata thmija tu, thash me sport. Tha në ashta mirën. Hajde thash një mojë këtyne edhe një menaj, na jeki shpenzimet e akomodimet krejt. Unë se harre, a përshë që një fjallë, edhe këta. Pësoj, më na bashkan gjitë kush i ka mundësi, pëse mësë me alën sportisave, pëse mësë me ndimu sportisave. Po investimin në sport kur nuk është t'i ka bumbe, të ke fundit, nëse këshirëm edhe historikisht. Kurse që ka investu në sport nuk është t'i ka rakesh. Edhe njerë, të falimderit shumë që në edhe mundësin për me shfoq këto rezultatet e kickboxerave, se më thonë drejten, ka njerë na pilojna pak si në harres, edhe në rezultatet. Po, këto jenë rezultatet evidente edhe komplet emisioni, kur e kom marrë ftesën prej Dugaxhinit me u bashku, komplet emisioni është bo në qëtë formën që me kom prezent se cili prej njerëzve në Kosovë që ka me pas sukses ose është premtus, me qenë të në studio, me tregu historinë e ti, me mësu tjertë prej ti, ndoshta dikosh edhe motivohet prej dëgjuesve, prej atyne që na përcjellin në YouTube edhe ku e diu, ndoshta i bashkon kickboxit, del dikush i talentuar edhe se dihet kur. Po ideja e emisionit është me përkrahë njerëzit që kontribuojnë Kosovën në sport. Edhe të najmë pak mos i zbash edhe trajnerëve këta që i kanë në për klubet e veta. Çdo trajner e kisha falenderuar dhe po dihet edhe po shihet puna e tyre që kanë punuar me këta garust. Sa shihen rezultat. Pa dosht me harru edhe selektorat që i kam është Nesret Salihaj edhe për junior dhe Ilir Mengji që është për senior. Dihet që ata i selektojnë, po këta i kanë bo punë në për klubet e veta, kanë servit, kanë edhe që tash po vinë shveje.
Ju faleminderit shumë, suksese, na po shkojmë edhe me një kong.